طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek përmbledhja e fetovave të Sheikh Albonit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek tauhidi dhe shirku. Sheikhu fillon thot Islami ngrihet mbi dy baza edhe parime të mëdha. Cilat janë ato dy bazat apo parime të mëdha? E para është që mos mi bë ortak Allahut subhanahu wa taala. Kjo është parimi i parë. Ndërsa parimi i dytë prej bazave kryesore është mos me i bë ortak pejgamberit alayhis salatu wassalam çka në pasim edhe në imitim. Mos me i bë ortak Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pastaj thotë i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam thotë ndërmjet Ademit edhe Nuhut alayhis salam thotë kanë qenë 10 shekuj, 10 breza mes Ademit edhe Nuhut. Po e shtoj unë ka në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam mes Ademit edhe Nuhut nuk ka pas shirk. Kur u përhap shirku i parë? Shirku i parë u përhap në kohën e Nuhut alayhis salam. Kur kanë fillu, domethënë, mas 10 gjeneratave, kanë fillu disa njerëz të mirë kanë qenë, janë varros, ku e di unë, populli pastaj çka ka bë? I ka bë idhuj. Edhe gjenerata tjetër kur ka ardhur i kanë adhuru. Fillimisht nuk i kanë adhuru ata. Kanë thonë këta janë njerëz të mirë. Po e bëjmë një lloj idhulli që na kur t'i shohim këta, thjesht kur t'i shohim me na shti, po, me i kujtu këta a janë të bodhet e na veprën e filonit. Ta bëjmë një idhull, një statuj. Secili prej nesh thot, po nuk adhurohet ajo. Mirë vëlla, a e dini që ka tani anti-islamista që thonë kryezoti shqiptarëve është Skënderbeu? A thonë? Klutna. Pikrisht për çdo idhull, çdo statuje, çdo sene që i bëjnë, vjen një gjenerat që adhuron pastaj. Ndërsa te muslimani kur nuk i shkon mendja që nëse një idhull e bën një statuj, shkon dikush edhe adhuron. A e bën tereziti. Njerëzit më janë të logjikshëm, njerëzit janë të mëshëm, nuk adhurojnë dikot tjetër pas Allah. Statuja jo çka është? Bukur. A i sheh politikant për shembull të ku shkojnë te statuja, që as varr nuk ka, po vjeç thjesht statuj, e qesin një lloj kunora aty kurore, edhe afronë dhe ja bëjnë me kry. Kujt ja bësh me kry? Hajde veç kallëzëm kujt ja bësh me kry. A peshini që logjika i del pi kokës? Paramëna subhanallah. Vari me qenë, a pet po themi kushtimisht, thot është vari aty penderoj. A pse kjo s'te jot. Ama deri në atë mos logjika njeriu të shkon që statujen idhullin i bjerë në ruku. Ja bën kështu rukës. Disa besimtari kanë pa prej shteteve të ndryshme, ata nuk ja bëjnë kështu, po veç ja bëjnë kështu me kry. S'dojnë një përkula, po dhe kjo me kry s'lejohet. Kujt ja bëjsh? Subhanallah. Hajt, kallëzon ti mu. Vetë po e bën atë idhullin, emni i tij është aty, edhe thjesht veç po jo, nuk e di që nuk është aty, po thjesht veprimi jot kallëzon. Shumë. Para tash edhe Islami i ndalon idhujt, i ndalon statujat. Dhe kur themi na i ndalon statujat, nuk do të thotë që na jemi kundër figurave të ndryshme të cilët kanë luftuar tek ne. I kanë mbrojt vatanin, kanë luftuar kundër shkive. Ne nuk po lejojmë. Muhamedit alayhis salam ja bën një idhull, një statuj. E lërë më të tjerëve që është përzgjedhur si pejgamber për janës Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, ndërsa thot midis Nuhut dhe Ibrahimit, po ashtu kanë qenë 10 shekuj. Ademi Nuhu 10 shekuj. Pastaj prej Nuhut te Ibrahimi kanë qenë prapë 10 shekuj. Në këtë hadith gjendet një dobi e rëndësishme thot. Thot e ajo është se njerëzit që nga fillimi i kohës së tyre e kanë pas një fe dhe tauhid kanë pas. Në kundërshtim të filozofëve të cilët thonë që bazat e njerëzimit është shirku kanë thonë. Kjo është kundërshtim me natyrën e pastër të njeriu, që Allah subhanahu wa taala kur e ka kryer Ademin alayhis salam, ai ka qenë tauhid deri në kohën e Nuhit alayhis salam. Ndërsa filozofët çfarë thonë? Baza e njerëzimit është në shirk, pastaj ka ardhur monoteizmi.
Kjo bie ndesh me hadithet e pejgamberit alayhis salam, disa filozofë dhe ateist, se origjinat e njerëzit të shirku e pastaj erdhi tauhidi, këtë mendim e hedh poshtë ky hadith. Pikë tjetër, baza e thirrjes e gjithë pejgamberëve, çka ka qenë? Tauhidi, cili tauhid? Uluhia. S'do të thotë që si u ka treguar për tauhidin rububie, ama uluhia është baza, sepse çdo civilizim vllazni në mend fiset, principatat shqiptare që kanë qenë krejt në kohrat ndryshme, nuk ka ekzistu asnjë civilizim i keq apo i mirë që nuk ka pas besim, që nuk ka pas me adhuru diçka. Nuk ka, nuk ekziston. E pastaj shikohet çfarë adhurimi ka pas, të drejt apo të shtremt, të devijuar është diçka tjetër aty. Ama nuk ka. Në kohën e komunizmit, a kemi pas adhurim? Kemi pas. Kanë adhuru varë, kanë adhuru tyrbe, kanë adhuru, i kanë qitë hajmalijat, apo e kanë adhuru ateistin, kryetarin. E tregoj ka paca Ismet një rast, tregoj që Shqipni, për çështjen e betimit. Ju ka betu në Allahun Azza wa Jall, kur gjë nuk i ka thonë polisi. Kur ju ka betu pa shkryt e këtij Enver Hoxhës, çu shi ka thonë? E ka liru. Do më thonë betim, shiko. E ka bo si Zot. Kur i ka thonë posh Allahun, posh Zotin Milsho, se ka marrë parasysh. Kur i ka thonë posh Enver Hoxhën, ka bal. Subhanallah, bisheni. Besim është kjo. Besim. Pastaj thot, çfarë baza e thirrjes gjithë profetëve është ngritur në adhurimin e Allahut madhruar. Një të pashot, gjëja por, tek e cila ftoi çdo profet dhe i dërguar ka qenë, që mu adhuru Allahu i vetëm dhe mos mi shoqëru shok. Që kjo është uluhia. Pikë tjetër. Profeti sallallahu alajhi wasallam i urdhëroi shokët e tij që të fillojnë davetin në çka? Në temel vllazni, në tauhid, temeli. Po ki tauhidin gjunohet sado që mundet me qenë, nëse nuk e rënon tauhidin, ai herdo kur ka me shku në xhennet me lejen Allahut subhanahu wa taala. Herdo kur. Edhe është më e lehtë kur e kiti tauhidin. Ka njerëz subhanallahu, ka arab të Arabi Saudita apo vend ndryshme ku e kanë mësuar tauhidin që në thelb, që në fëmijëri. Kanë shkuar në perëndim, kanë deviju. Droga, rakia, zinaja, ku e diun anekni, ama tauhidin e kanë kry. Herdo kur çaj tauhid e kanë nxit prap më kthy. Pse tauhidi i fuqishëm është. Temelet janë të fuqishme. Sado që ti i ki murret nuk i ki të fuqishme, kur e ki temelin e fuqishëm nuk rënohet. Para ta arsye duhet me ia mësu njerëzve tauhidin, që herdo kur me elon në një aspekt, herdo kur ai shkon në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Nga se fillimi i thirrjes me tauhid është sunet i pejgamberëve të dërguarve, janë të shumta ajetet kuranore që tregojnë se çdo pejgamber do të thotë e ka ftu popullin e vet në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot kjo kërkon nga thirrsi që s'pari të jetë i ditur në lidhje me Kur'anin edhe Sunetin, edhe menhexhin, metodologjinë e sahabeve të parëve tanë të mirë. Dhe thot thirrja për tek Allahu, edhe nëse është 100% e saktë, nëse nuk shoqërohet me punë, nga ana e thirrsit kjo nuk bën dobi. Sa dush vllazni unë me fol sunnete, bidate, tauhid dhe shirk, nëse unë vetë i kundërshtoj, ju më shumë ma kqyrni veprimin tem se sa ato që e kom fol. Kjo është rregull. Sa pse se hup ajo sinqeriteti, po hup imazhit hup. Ti del aty pisket në hutbe, kjo është sunet, kjo bidat, kjo kështu, kjo tauhid, gjynoj keni frikë Allahun, ndërsa gruaja vetë s'është kërkon. Ndërsa fëmia vetë s'është kërkon. Fëmia vetë po flasim para se me hin bylyk. Apo vetë nuk është kërkon. Atër këti ja up imazhi, i upët imazhi këti. Nuk ta merr fjalën pas të i kërkush mo. Para të arsye, hoxha, dietori, duhet mu kon shembull, bile. Edhe disa gjëra që janë të lejuara në mesin e muslimanëve, të lejuara në kontekstin që nuk janë haram. Nëse keq kuptohen, hoxha duhet me lënë. Qysh e tha, hoxha Besfort, për çështjen e burnillëkut, për çështjen e birrës. Tha nuk është burnillëk në Kosovë, me qëtu birën, apo, po thom unë tash, me qëtu birën, zero, po thom, po pi birë dhe po maj ligjerat. Nuk është burnillëkja. Imam Shafiu, që është të hoxha Besfort, tha sikur burnillëkun tim, tha,
me ma prish, me ma cenu, tha. Uj i ftoft. Tha, kur s'kisha pi uj të ftoft. Sepse në kohën e mahershme, nuk kanë qenë frigoriferët si të natë ftofta. Me pas atëhere, uj të ftoft u konë mesele. Kushdo që ka pas uj të ftoft, ka qenë i pasur. Se s'kan pas frigorifera, Allah. Edhe thot, nëse ma cënën mu burë në lëkun, thot, o nëse kisha pi, thot, ujnë e ftoft, kur veç ujtë në zetë kisha pi. Dhe vakt, në një aspekt. Shikoni, sa kanë këshyru lemoja. Edhe nëse më popull, mund të thu, jenë popull, tek dispozita nuk është haram, po populli nëse e keq kupton, tjetër, sikur një rast transmetohet, e thojnë për çështjen e mishit, ka qenë mishi derrit, apo është prej fise bilillah, është prej me në emën të Allahut, me bismillah, po kodi unë qëtu se s'pam kujtojtë saksisht, edhe tash i afrohet hoxhës, edhe i thot ky. Thot hoxh, ty ta kom nda mishin është halal, se ki gale haje, se halal e ki. Po tha, unë e pe ha, unë e pe di që më Allahun e kom punë të mirë, s'po shti haram mranda në trupin tem. E qëta kërit që tu që po më shojnë, qëka me ndojnë? Hoxha e hungër haramin. A fe këtani? Qëre, hoxha i meqëm. Jo, po ti, shka po t'intereson, ti mos qërë për njerës. Jo, du t'me qërë për njerës. Se ti e në qendër vëmendjes, dlojem. Ti e me shami, po del për jashta. Nuk thëjnë me emër filunja ka bo. Po qëka thëjnë? Që kjo me shami e poni. Nuk thëjnë me emën. Për shambull mu kur mi qesin anti-islamistat videot. Kërkusht ma ka përmend e emnin. Hoxha, mikrushi, talibonci, terroristi, ekstremisti. Emni si intereson ati. I intereson vetëm vepra ose intereson ai po themi profesioni yt që ata kanë qef me godit islamin. Por ato që në shambull du të më konë që me rujt musliman, apo muslimant. Dietarët e kanë ndarë thot tauhidin në 3 pjesë, e dini, tauhidi rububie. Këtë tauhid e besojnë idhujtarët. Çka përfshin tauhidi rububie? Përfshin krijimtarinë Allahut subhanahu wa taala, përfshin furnizimin që ta jep Allahu azza wa jall, përfshin ato që Allahu t'jep jetë dhe vdekje. Gjitha këto gjëra i përfshin. A i kanë idhujtarët këto? Po i kanë. Mushrikët a i kanë? Po. Kur ti thuti një mushriku, një idhujtari, që beson tyrbe e varre, e që beson Jezusin që o Zot, se ata mushrik janë, e që beson në idhuj, e statuje, ku e diune, kur ti e pyet atë dhe i thua, kush ka kriju ty? Allahu thot. Po s'pranohet kjo tek Allahu azza xal. Por pos kësaj. Tauhidi uluhie pastaj do të prano. Tauhidi uluhie është idhujtarët e kanë mohuar tauhidin uluhie, që ky raporti mes teje edhe Allahut. Çtu s'duhet me pas ndërmjetës. Çtu s'duhet me pas ndërmjetës, sepse çtu futet shirku edhe ti del prej fesë Allahut subhanahu wa taala përkundër asaj që ti thu unë i besoj Allahut. Se na shumë mashtrumi, kur ti shohim disa politikanë, disa këngëtar apo ku e diun e veç të besoj Zotin. Si ti hinsh pak muhabetit ku ta sheh largo prej fesë. Dikush thotë në fillim besojnë Zotin, po nuk besojnë dogm. Ani pak e përdorin gjuhë letrare pak apo kontar. Besojnë Zotin, ne çohet muslimane shqiptare që mashallah. Ku ti anis thot po ne nuk besojnë dogm fetare. Vetëm çish duan e besojnë Zot. Po dhe ti çish dush besojnë Zot, ky tjetri çish do besojnë Zot, pi bëjmë një 15-20 zotna edhe kry puna. Allahu azza ka kriju ta ka çu prospektin e jetës Allah. Nuk koti. Kjo është dogm, çka dush tu, ç'shtu është, edhe s'ka ndryshim. Sepse kjo ashtu e lyp Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall kur u thuhej atyre, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, ata tregoheshin me ndjem dhënj. Thuaj la ilaha illa Allah. Kull la ilaha illa Allah. Ata u tregoheshin me ndjem dhënj. Na kemi Zotin ton, na i kemi idhujt ton, ti do më na prish, ti po na fut për çare këtu, mesën e xhamatit. Pastaj thot Allahu azza wa jall, nëse ti o Muhammed i pyet ata, kush i ka krijuar qiellin dhe toka? Ata me siguri kanë me thonë, Allahu. Mushrik, idhujtar. Pastaj vazhdon, ata thanë, a mos kërkon ai që të gjithë zotrat t'i bëjmë një zot të vetëm? Që e të folë për ti. Zoti i furnizimit, Zoti i lindjes, Zoti i filonit, fistekit, që Omer radiallahu anhu qeshte, a me qajta me qesh. Kur ishte
mushrik kur ishte idhujtar e kishin zotin e furnizimit, edhe për çdo gjë kishin zotra. A keni pa të na ka pa çështot? Filon tyrbja është shumë e fortë. Si të ki probleme me lindje, veç të tyrbja filonit, shko, u kuj puna. Kështu kanë thonë. Thot, çka thot zotin e furnizimit, thot, e bënim me hurma. Bënim me hurma, në fund njeriu apo 20 ditë që kanë bë, edhe në fund ta kur jetshim pa ushqim ta hajshim. Zotin, me hongër. Çfarë? A shihni logjika njeriu, koka njeriu deri në çfarë mase shkon. Mos me pas prospektin e jetës, mos me pas udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot vërtet që kjo është një gjë e çuditshme, por na vjen neve çudi ti që po thu, apo thon mi mla ket zotat njëu me po. Po na rrog neve. Ajeti po tregon qartësisht se i dhujtarët besonin në rububien e Allahut, një të vetmin pa shoq, kurse ajeti i dytë tregon qartësisht se ata e mohonin që të kishte vetëm një ilah. Ilah çka është vëllazëni? A o Zot ilah? Jo. Ilah është i adhuruar. Për ata arsye kuptimi kur thu la ilaha illa Allah, i bjerë s'ka të adhuruar me të drejtë. Nuk i bjerë s'ka Zot tjetër. Ishini në për libra apo edhe disa xhallar që i përkthejnë, kjo është gabim. Mu paskon kështu i kishton Allah subhanahu wa taala la rabbe illa Allah. Rabb është Zot. Ama i adhuruar, për shembull. Se nëse i thuti s'ka Zot, kur ti i thuni mushrikut, a ki bo Zot ti këta? Jo, thot se kom bo Zot. Zoti është ai nalt në qiell, apo Zoti është çdo kund që kanë. Edhe ku kemi zonte? Ama kur thu la ilaha, s'ka të adhuruar, atëherë i bie që ti përveç Allahut pa adhuron edhe dikë tjetër. Dhe ti njëkohësisht jetu e bo Zot. Njëkohësisht jetu e bo Zot. Pra arsye, la ilaha illa Allah është s'ka të adhuruar me të drejtë illa Allah përpos Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa tjerët xhawarijët për shembull e kanë kuptuar shahadetin sikur tauhidin hakimie. S'ka gjykatës pos Allahut azza wa jall. Se këti lidhen me gjykimin, me mos gjykimin me listë Allahut. Krejt bin të poshtë. As kuptimi filozofëve, as kuptimi xhawarijëve, po kuptimi e ehli sunnetit është s'ka të adhuruar me të drejtë illa Allah. Pastaj thot ndërsa ata i dhujtarët e mohonin këtë dhe thonin, a mos kërkoja që të gjitha zotat që i tham apo kur u thuhej atyre nuk ka të adhuruar me të drejtë tjetër me të drejtë veç Allahut, ata tregoheshin mendim. Pikë tjetër është tauhidi esma wa sifat. Të thot tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, pra Allah është një në qendin e tij, Allah është një në adhurimin e tij, pra askush tjetër nuk adhurohet bashkë me të. Po ashtu Allah është një në cilësinë e tij, asgjë nuk i shembëllon atij, ai dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Kjo nuk do të thotë se Allah ekziston dhe kaq. Jo, Allah ekziston dhe asgjë nuk i shembëllon atij nga krijesat e tij. Po nëse dikush të pyet, ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot vjen shejtani dhe të thotë, kush e krijoi këto? Allahu. Kush e krijoi këto? Allahu. Kush në fund, kush e krijoi Allahu? Çfarë përgjigje më dhon? Kush din? Çfarë përgjigje duhet më dhon? Allahu dhe përgjigje. Ha? Fal. Çka? Pyetja e shkurtë. Nëse ne themi kush e krijoi Allahun, i bie që është krijuar Allahu atëherë. Atëherë pyetja është e palogjikshme. Nuk mundesh me thonë ti kush e krijoi Allahun. Po thoje kush e krijoi Allahun, i bjen që ai ku ka kriju. Atë ku krijuesi? Kush e krijoi çato? Kush e krijoi Allahun atëre? Mirë, tamam tash. Po themi që e pas ka kriju dikush. Po mirë, çat dikushin tjetër që e ka kriju Allahun. Kush e krijoi prap? Në pafundësi. Do të thonë pafundësi është. Se subhanallahu njeriu çka bën? Me pyetjet e krijesave do më janë vesh krijuesit apo po nuk shkon kështu vëlla. Nuk shkon. Sepse ai është krijues, ai nuk ka fillim, as nuk ka mbarim. Dërsa ti ki fillim e mbarim. Kur i ki fillesin e ki pas, kur Allah subhanahu ta ka kriju shpirtin. Ke pas te ki me pas edhe ti në infinit ki me pas në botën tjetër. Me lehtë Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot besimi se Allah i lartësuar është veçuar me krijimin dhe ekzistencë nuk është i mjaftueshëm
në përmbushjen e besimit që të shpëton tek Allahu subhanahu nga se këtë tauhid që tek dietarët njihet si tauhidi rububie e besojnë si tash idhujtarët, ndërsa të cilët u dërguai Allahu sa me gjithë këtë ky lloj tauhidit nuk u bën asnjë dobi, ata e mohuan tauhidin uluhia, tauhidin esma wa sifat. Sa i përket shtyllës së parë të këtyre 5 shtyllave, dëshmia la ilaha illallah shahadeti, pa të asnjë nga veprat e mira nuk të bën dobi vëllaja. Nëse shahadeti nuk e ke në rregull tek Allahu zarje. Këtë bëni veprat e dunjos, kur gjë nuk të shpëton botën tjetër. E mirë, kemi pa këngëtar, ku e dione artista, qafira, jo musliman. A ka humanizëm të ta? A kanë bo humanizëm? Kanë bo shpia, kanë dihmu, futbolista, apo? Do është tja jenë të rezi, bre. Qysh këmë s'me fitu gjennetin? Thëshim do pleqë, thëshim ma herët. Kone komunizmit? A ti zoti gjennet ja boft. Aj e ka shpik penicilinën. Aj e ka shpik këto dhe këto. Aj e ka bo këto. Halal i koft. Halal i koft gjini nonës. Mashallah. Qfar punt madhe ka bo. Ti sot po shpëtuosh pe ilaqeve që aj i ka shpik. Ty po du në gjennem është aja? A jenë të rezite. Fa përgjigje mi thonë. Po e se ka besu zotin. Se ka besu Muhammedin a.s. Se ka besu botën tjetër. Po Allahu nuk është i pamëshirshëm. Allahu zëgjel njerëzve t'il në këtë botë ja këta një jep. Nëse një qafir jep, ndihmon në këtë botë, i themi që Allahu ta shton pasonin në këtë botë. Allahu ta sjell një jetë mirë në këtë botë. Shkaku i veprave të mira, apo? Mirë po në botën tjetër që po lypti? Ti s'po e beson botën tjetër? Apo e beson botën tjetër? Jo. E te muslimani, dy gjëra i ka të miraj. Te muslimani ky e bën për hir të Allahut azza wa xal. Në botën tjetër e gjan dhe e dyta shkaku që ti po i ndihmon njerëzve ta bën jetën e mirë në këtë dynjë dhe ta shton pasurinë. Domthon ti e bën për fi sebilillah i kitë dyjat. E pse ti o qafir nuk e bën fi sebilillah me pranu islamin, veç thjesht një jetin. Veç një jetin zemër, ki me thonë ja rab që do, po du për ty. E fiton edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Po i thëmë, subhanallah, një të afërmit tem, po i thëmë kështu. Thash, ti si ateist që je, bukur. Thash, a ka të keqe, thash, a ka të keqe, a ki nej dom, nëse sot ti e shprej shahadetin dhe i beson Allahut hak. Edhe ti vdes. Edhe po del ajo që ti ke thonë, po themi kushtimisht, apo s'del që ashtu se botën tjetër na kemi, botë tjetër ahiretin e kemi. Po themi kushtimisht, ti që po thu s'ka botë tjetër, ne shtarohemi ku e diune, krejt shkatrohemi, bëhemi pluhun e hi edhe mon nuk ka botë tjetër. A të bën diçka dom që kjo, që ke besu në këtë botë? A të bën diçka dom? Thjesht ke besu, Allah nuk ke bo disa veprat. Ke besu Allah, çka do që ke bo veprat mira, të kanë shku të shadit, i bon fi sebilillah. Apo të hinë gjep, apo del prej gjepit diçka që ke besim që e ke bo? Apo shkatru është diçka? Jo. Mirë, veç paramenaje me dala jo e jemja unë ty që po të thamë, ka bot tjetër, veç paramenaje. Paramendoj ti që po e mohon Zotin, e kur dalish para Allahut azza wa xal, se çfarë të merr i ki me pa? Nëse nuk beson para vdekjes, nëse nuk i kthesh dinit Allahut, do janë dy sene. Veç thjesht ki me besu, edhe nuk po del çajo që po të thamune. Apo hub diçka, kush s'po hub. Ama nëse dele jemja, vaj halli për ty. O Zot, kthem edhe një në dynjë, s'ka më kthem. Mo nuk ka kthem. Pastaj thot, lejohet thot asnjë nga veprat e mira nuk i bën dobi, po ashtu dëshmia la ilaha illallah, nëse personi e thot këtë dëshmi, por nuk e kupton domethënien e sakt ose e kupton, por e cënon praktik si kërkimi ndihmës dikush tjetër posa Allah në rast vështirësie të ngjashme, është prej shirkijateve. Plot e thënë dëshmi la ilaha illallah, mirë po i bën shirk Allahut subhanahu wa taala dhe këta mushrik janë më të padijshëm se sa mushrikët e Mekës. Sa ai mushriku i Mekës vllazni, ai e ka dit, e ka kuptu. Momentin kur e ka shprej shahadetin,
ai më njerë i kalon idhujt. E ka ditë këtë gjë. Ndërsa mushrikët tonë sot, që bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala, mendojnë që janë musliman, realisht i bëjnë shirk të madh Allahut subhanahu wa taala. Padituria është shumë më e madhe. Apo lejohet përdorimi i termit mushrik idhujtar për idhtarët e librit, për ahlul kitab. Lejohet më thon jehudëve dhe të krishterëve mushrik idhujtar. Pse? Allah, ti kur shkon për shembull në atë vend të adhurimin tënd, kur ti e vizaton apo e bën idhull, çka i them kësaj? Ti po shkon pi lutesh, jo po në pi lutëm i Jezusit atje, mirë, po ti e ki këto, ti e ki çat kukullën, ti po e lutesh atje. E njëjta gjë dhe idhujtarët me kas i kanë bo ato dhe edhe çka kanë thonë, ti nuk e din shpirtin e kësaj. Po këta thënë, shpirti vjen apo ku e dion, dhe kjo idhujtari është. Dhe thot çka? Dhe thot i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë nxirrni idhujtarët mushrikët nga gadishulli arabik. Në këtë hadith ka argument për lejimin e termit mushrik për idhujtarët. Për idhujtarët nxirrni nga gadishulli arabik mushrikët, jo muslimanët në përgjithësi, është për pushtetarët e muslimanëve, nuk është për njerëzit individual, sepse me çet hadith vëllazëni, me çet hadith disa prej ekstremistëve, për shembull një jo musliman ka shku nga gadishullin arabik për një punë caktume, apo nevojë ka pas për shembull një shtet i muslimanëve atje i arabëve ka pas për me marrë një jo musliman, për me mësu një shkencë caktume, ose për shembull ambasadat e ndryshme që janë mënyrë shtetërore, raportet reciproke, atëherë janë çu këta ekstremistë çka kanë bë, i kanë vrarë këta jo musliman. Me çka? Me çet hadith. Apo kuptani? Çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nëse do të jem gjallë, do t'i dëboj jehudët dhe të krishterët nga gadishulli arabik, derisa të mos mbes aty vetëm se muslimanët. Këto e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përmëna hadithi çysh e marrin tash këta. Tash këta e marrin mirë individuale dhe shko vrajo musliman ku t'ishe. Kështu nuk shkan, nuk o feja jonë kështu, subhanallah. Nuk mirët kështu. Këto i bëjnë pushtetarët, e din rrethana çysh tek, edhe ata e marrin përgjegjësi. Mohimi shokvënjes shirkun nga Allahu Azza wa Jall plotësohet duke mohuar 3 llojet e shirkut. Shirkun rububia është me besu se ka krijues tjetër. Kjo secili e din. Kushdo që thot ka kriju dikush tjetër pos Allahut, normalisht që është mushrik, edhe ata mushrikët vet e mohojnë çeta. S'thën që e ka kriju filoni. Apo kupton? Pastaj thot shirku nuk luhije. Çka është kjo? Do thotë që njeriu të adhurojë dikë tjetër bashkë me Allahun subhanahu wa taala, prej profetëve, njerëzve të mirë, më lyp ndim, gjitha këto i kemi prezente në Kosovë, tek tyrbet e varrit shkojnë, kjo është shirku në uluhije. Ndërsa shirku në sifate, në cilësitë e Allahut, emrat cilësitë e Allahut azza wa jall, edhe një herë marrin mend, kur i pyet dikush, shirku në rububie çka është? Është me menu që e ka kriju dikush tjetër pos Allahut azza wa jall, filonin fistekin, qiet, tokën, kjo është shirk në rububie. Shirku uluhie është një lut diku tjetër, dikë tjetër me lut pos Allahut azza wa jall, tyrbe, varre, njerëz, idhullsen, kjo është në uluhie. Dhe shirku në sifatet e Allahut, cilësitë e Allahut, kjo realizohet duke i cilësuar disa nga krijesat e Allahut që kanë cilësi specifike dhe të veçanta. Prej tyre dia e fsheft. Kjo hinë cilësinë e Allahut. Për shembull, ka të dervish sufit që thënë disa gjëra i din sheh, disa gjëra të fshehta. Kjo është mi marrë një cilësi të Allahut që ka dijen e fsheft për të ardhmen dhe ti me thonë unë e di. Ti po i bën konkurrencë Allahut subhanahu wa taala në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala në këtë rast, do të thonë që Allahu xhel e din edhe të fshehtën. Kjo gjë është shumë e përhapur te sufit dhe ata që janë ndikuar për tyre, këto janë 3 llojet e shirkut. Pastaj thot, ndër iluzionet dhe bestytnit në të cilat besojnë disa njerëz është kruarja pëllëmbës së djathtë. Nëse e kryen dorën, thot çka përgëzon lajmëron për ardhjen e furnizimit. Kimë marr. Thot ndërsa kryerja pëllëmbës së majt lajmëron se do të japësh para. Kjo është tenaj përhapur. Sheh Albani e ka thënë këto. Nëse të kryet dora djathtë, çka kime bu? Do të thonë kime marr. Ndërsa për të majtën thot kime dhon. Mund të ndodhë që rastisht kjo të përputhet, që subhanallah, pak para se me marr rrugën, edhe të kryet dora, edhe nesër veç lajmëron shefi që të ardhën parë. Çfarë bësh?
A përshë? Janë të doshenja, ka diçka këto. Diçka ka. Se shka ka, nuk e di, po diçka ka. Dhe gjithë njeri ju. Thot, pastaj thot mi arrit bindjen edhe më shumë, apo por kjo është bestytnie, cila është shirk në Allahun Azza wa Jall, si saktohet në hadithin e pejgamberit alayhis salam, pesimizmi bestytnor është për shirkut. 3 herë ka përmend. Pesimizmi, bestytnor është për shirkut. Çka është pesimizmi? Pesimizmi bestytnor që ka thënë pejgamberi sa për shirkut, për shembull, i hyp karrit, edhe shkon në autostradë edhe del moca zez përpara. E u taksirot, ka mu kthy tash. Mu konë që so një rrugë, një drejtishe që s'është, a për të kthesh. Ama në autostradë që me bo? Ose edhe ma këki që për shembull mu konë me nej asi, a ne ka Shqipnia, aty që është në tunel me i. Qa me bo ka me dolze? Vesh një drejtim. Vaj halli. Jo, kaloj moca. Si hajgjë thejke tha, nëse mushët tha me borë, tha aty tuneli, tha qyshe kalan. Qyshe kalan, bësa Ismet? Si të mushët me borë tuneli aty, je me kërë, qysh kalesh? Ha? Ku mushët tuneli me borë? Jam ralla në tyles, s'ka ka bjen. Shqiptari. Pastaj thot, ashtu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është për nesh ai që bën supersticione, beson bestytni, apo ai që i kërkon dikujt tjetër ta bëj, ai që hedh thall, apo ai që kërkon dikujt tjetër ta bëj për të, ai që bën magji sihr ose kërkon që të bëhet magji. Shpreja personit çfarë don Allahu dhe ti konsiderohet shirk në fenë islame, ai bën pjesë tek shirku në të shprehur. Dhe në fund e kemi i dërguar Allahu sallallahu ka thënë, kush varr një hajmali ka bosh shirk në Allahun Azza wa Jall. Nuk lejohet me varr hajmali. Thot hajmali e temimi janë rruzat që arabët u vendosin fëmijëve me pretendimin çka? Murujt për mësyshit. Murujt për mësyshit. Por Islami asgjasoj atë, siç përmendet në An-Nihaja të Ibn al-Athirit, them ky devim është ende i përhapur te beduinët, fermerët, disa qytetarë, njëjtë si kjo janë edhe rruzat të spekt që disa shoferi vendosin para tyre në vetyra e pasqyra. Ai keni pa këto? E keni pa? So kërkun me fijaj, ama te shpetësia aty e ka ato të spiti ka. Pse bi qëtë? Muslimani jamone. Ose i qëtë nalt ato të spiti. Po, fatkeqësisht. Dhe më thonë, kjo jënë prej shirkut, dhe më thonë prej shirkijateve. Po ashtu thot, e disa prej këtyre vendosin këpuc të vjetra para veturës, ose mbro pasoj, që këtë nasosht më dohët. E patkonin po, qëta shtot? Thot, po ashtu të tjerë të vendosin patkoj kali para derës e shtëpis. Qesin. Në Shqipni unë e kom pa qesin në kësej, kukulla. Në për dy. Po. Thot, apo para derës dyqanit. Të gjitha këto me pretendimin për të larguar synin e keq, e plot kocira që kanë marrë dhenë për shkak të ignorancës ndaj tauhidit, e kështu me radhë, deri në takimin e radhës me Kadan, edhe kaderin, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.